Spanjollët vlerësojnë shëndetin mendor mbi pamjen në procesin e plakjes. Shumica e spanjollëve po e shohin plakjen nga një këndvështrim i ri duke i dhënë përparësi shëndetit mendor dhe fizik ndaj pamjes jashtme. Sipas një sondazhi të realizuar nga konsulentët Alfa Research dhe Burson nga kompania Azia, 7 nga 10 spanjoll deklarojnë se frika më e madhe tyre me kalimin e viteve është përkeqësimi i aftësive mendore, ndërsa ndryshimet fizike shqetësojnë vetëm 15% të tyre. Studimi i cili përfshiu 2000 persona të moshës 30 deri 50 vjeç zbulon se edhe pse 87% të anketuarve besojnë se shoqëria vazhdon të jetë e fiksuar pas pamjes, 95% e konsiderojnë shëndetin dhe mirëqenien si përparësi kryesore personale. Ndë rajonet me shqetësimet më të larta për humbjen e kthjellësisë mendore renditen Castilla La Manca dhe Aragon, ndërsa në Cantabria dhe ishujt Balearik, përqindja e atyre që shqetësohen për pamjen është disi më e lartë. Sipas të dhënave, gratë janë më të ndjeshme ndaj plakjes se sa burrat, 76% kundrejt 66%. Sidomos për çështje që lidhen me shëndetin dhe pavarësinë personale. Megjithatë, 9 nga 10 pjesëmarrës raportojnë se kanë ndryshuar mënyrën e jetesës për t'u plakur më mirë përmes aktivitetit fizik, ushqyerjes së shëndetshme dhe kujdesit parandalues. Për shumicën e spanjollëve, qëndrimi pozitiv dhe kujdesi mendor janë çelësi i plakjes cilësore. Më shumë se 90% të anketuarve besojnë se zakonet e shëndetshme janë faktor kryesor për një jetë të gjatë dhe aktive, shumë më tepër se gjenetika apo fati. Sipas raportit, Spanja po largohet nga ideali i rinisë së përjetshme dhe po e përqafon idenë e plakjes si një mundësi për vetkujdes dhe përmirësim të cilësisë së jetesës. Rreth 37% e spanjollëve shohin veten të pavarur dhe aktiv edhe pas moshës 70 vjeç, duke treguar një qasje më të shëndetshme dhe realiste ndaj moshës.